Vendimet që marrin për mënyrën si do të menaxhojmë qenin në shëtitje janë vendimtare në reagimet që ai do të ketë kur të shëmbehemi me qenë të tjerë. Mënyra si mbajmë litarin, çfarë litari apo qafore përdorim, koha kur interagtojmë me qenin ton me zë, ushqim apo lodër, pozicioni që qeni ka në shëtitje, janë të gjitha këto faktorë kyç në reagimin që qeni jon do të shfaqë nëse përballemi me situata të tilla. Pavarësisht mjetit që përdorim për menaxhimin e qenit ton, kalimi i tij në krahun tjetër të shpërqendrimit është një nga gjërat kryesore që sjell ndryshim. Duke kaluar qenin në krahun e kundërt të shpërqendrimit, ne bëhemi jo vetëm një barierë fizike, por edhe një barierë psikologjike për të mos lejuar eskalimin e reagimeve. Edhe nëse kontrolli ynë është minimal mbi qenin, në këtë mënyrë ne sigurohemi të shmangim incidente në shkëmbime me qen, duke u treguar pronar të përgjegjshëm. Por gjithashtu ju premtoj që me praktikimin e vazhdueshëm e vetëm të kësaj lëvizjeje do të shihni përmirësim në reagimet e qenit tuaj. Këtë e them me siguri sepse shumica e qenve që reagojnë në shëtitje ndaj njerëzve, qenve apo objekteve që lëvizin e kanë këtë reagim prej frikës, jo një agresivitet që vjen si pasojë e dominancës. Ai kalim aq i thjesht në krahun tjetër është një mënyrë për të treguar qenit se jeni duke e mbrojtur me gjuhën e trupit, një gjuhë që ai vërtet e kupton. Ndonjëherë, përballja me një shpërqendrim është aq e shpejtë sa kalimi në krahun tjetër nuk është ndonjë opsion. Kështu që teknika të tjera mund t'ju ndihmojnë. Shumë qenë janë të motivuar nga ushqimi dhe nëse qeni juaj është një prej tyre, përdorni këtë gjë në favorin tuaj. Mësoni të përdorni ushqimin si karrem që qeni juaj të ndekë dorën kur e vini në lartësinë e tij, duke mbajtur shpërblyesin apo kokrat midis gishtave. Praktikojeni këtë metodë kur nuk keni shpërqendrime, në shtëpi apo zona të qeta, që ju dhe qeni juaj të jeni gati ta praktikoni në zona me shpërqendrime, si njerëz, zhurma apo aroma të ndryshme. Markoni fillimin e kësaj loje me emrin e qenit tuaj. Kështu, jo vetëm ai mëson që tani duhet të ketë vëmendjen tek ju, por sa herë dëgjon emrin e tij, gjëra të mira do ndodhin. Nëse shpërqendrimi është me masë të dëshira e tij për ushqim, është më mirë të bëni distancë sa më parë nga shpërqendrimi. Pasi kjo është një shenjë që situata është më e ngarkuar se qeni juaj mund të përballojë tani. Praktikimi pa shpërqendrime apo me shpërqendrime shumë të vogla do jetë gjithmonë çelësi i suksesit për përmirësim. Pasi ushtrimi tek vendi është përvetësuar, qeni juaj mund të qëndrojë ulur dhe t'ju shohë në sy, dhe njohë emrin e vet me pozitivitet, dhe gjitha këto janë element kyç mësuar në marrëdhënien suaj në një nivel tjetër, që vetëm praktika e rafinon çdo ditë drejt perfeksionit. Arsyeja pse e lëvizim nga vendi sa herë që qeni na shikon në sy, është për t'i dhënë mendjes një punë për të bërë. Kur qenët janë në fazat e para të trajnimit, ata ende janë duke mësuar si të përqendrohen në një detyrë për më shumë gjatë. Kështu, duke zgjatur kohën ngadalë, ne i tregojmë me anë të shpërblimit se gjërat të mira ndodhin, duke qëndruar të fokusuar kaq gjatë tek ne.